vit 3 kishte një projekt që është njihe veten, ti njohish dhe të tjerët. Dhe çdo gjimnaz duheshte prej gjithë Maqedonisë flas, duheshte të bëj si një farë lloj dokumentari të vogël për një rit, për një gjë që e identifikon atë vend. Edhe në Kërçofën 14 mars festohet dita e pranverës. Po, edhe në Srugë bëhet kjo, po. Edhe në Kërçofë ka shqyrpyte quhen plakat na bin me thupra, fame dhe lajthije të tjera. Ka një rit interesant, që të zgjohesh më herët, ta shohësh qyqen, që ta mundish qyqen e të tjera. Edhe mu kujtuam kjo gjë, edhe e bëm ne. Me ndihmën e disa miqve andej, me kamera, ka dalë sa mundemi ne ta bëjmë një, por që u pëlqyje shumë, edhe pastaj fatin e pat që edhe ky film dokumentar në Kërçofë mbashte një gjithë Maqedoninë, po atë vit ishte në Kërçofë. Festivali filmit që profesional të Maqedonisë, diçka e tillë. Edhe më thirrën mua, thanë kështu e kemi, nëse do të aplikoj. Edhe aplikova, aty fitoj ky dokumentar i neve, se nuk e bëna vetëm, që më shumë grupi 50 vetave diku. Edhe aty na shpërblyen me çmimin pllakata e art për film dokumentar, ideja më e mirë, edhe për film dokumentar e Argjenda. Dhe interesante ku është, në jurin e këtij festivali profesional ishte profesor Senat Abdul, i aktrit. Dhe ne pas asaj shkojmë pas një restorant shku. Edhe mua më bjen që t'ulem afër atij. Dhe ai fillon të më flasi, ne bisedojmë bashkë, edhe unë i them, unë dua që të bëhem aktor, po nuk e di si. Edhe ai më thot, po, unë jam profesor i aktrimit të to. Po taj atje është studenti im. Po. Thot, hajde, do shohim si do shkojmë punët, me kontakte, me të tjerë. Po unë kisha dëshirë të madhe të shkojnë në Tiranë. Po u kry gjimnazi, me kuota, me këtë, me atë që bëhet, që s'bëhet, hajde bëj një vit pauzë, që pastaj përgatitëm për Tiranë, ademi ma bën lidhë këta muhabetet, ti tha shkonje të to, provoje, pa pastaj bëhet transfer, ti bëj qatë duhet. Nëjse, u regjistrova unë aty, u planuam, edhe kur filluan ligjeratat, shkoj unë, edhe kur e shoh profesor të aktrimit kam pikërisht Senat Abdulin, që para 4 viteve na ka bashkuar diçka tjetër. Tani duke biseduar, kështu po më kujtojnë këto gjëra, me që se më pyet për rrugtimin tim.